Të përndjekurit politik dhe veçanërisht ata që kaluan një pjesë të jetës së tyre në burgun famkeq të Spaçit presin kthimin e tij në muze, që do të frenonte shkatrimin në mëtejshëm dhe do të shërbente si një vend dëshmie për brezat e rinj. Kryeushoqata e të përndjekurve politik Zenel Drangu thotë se kanë kundërshtuar me forcë që projekti i Ministrisë së Kulturës për të ndërtuar muzeun diku tjetër të merrte jetë. Pretendimi i ministrisë ka qenë ai për rrugën e amortizuar drejt këtij burgu. Ne jena kanë kundër që muzeumi mos më bënë të burgu, se më bënë muzeumi të zënë në rëshën, apo në reps nuk ka vlerë pa të burgu, pa proteksi ka kënë, si mos Ministrisë të Kulturës, që rruga është të keqe dhe nuk mund të qojmë fëmijët tonë për me rreziku gjatë rrugës. Ku unë kam thonë, se jam kënë takime të herë më të smeshme, dhe jam edhe sot në bord të kësaj punë. Pra ku kam thonë, rruga është këllë të kalojt, të vetë kusht në marrjes atje, pra që ka marrë i Turku, bile ja kanë thonë qysh me ko, se unë jam dishmitar i hershëm, që ka thonë do bëj rrugën, dhe rrugën nuk do të qesë nga kampi, dhe rrëthimin e kampit do të bëj unë, ka pa thonë i pronari, gjanë për të cilën nuk kërku, nga në jo një institucioneve, që me detyruat e me ba. Po unë kam thonë këte, pra me fondin që alonë, sa e rrugë me basamen, gjysën me ba, pra ministria e jonë dhe gjysën me baj, pra që mos të rreziku fëmin, le që i herë rruga a ba shumë e gjanë, dhe në kohë, kur s'bjen shi, rruga ka basament dhe shkohet edhe me makinë të vogël. Kur bjen shi atër, për i ditë a dy e prishë rrugën. Me ndërhyrjen edhe të ndërkombëtarëve është vendosur që muzeu të ngrihet në këto mjedise, që duhet të flasin me forcë për atë periudhë të errët që kaluan shqiptarët. Dhe kështu që muzeu do bëhet ku është burgu. Dhe shumë shpejt do fillojnë punimet edhe aty, se shka ko bo, në Mikajazi me Fatos Lëbojnë, me që ata për interesat tëne, se në Mikajazi nuk ka kënë aty në burë Spaç, dhe nuk i din se si janë, se s'mund vinë një tjetër dhe me diftu. Pa, unë njëftë që maj vjetëri që 10 centimetr aty, 4 orë, dhe në qavit lohja që maj vjetëri që ka nëjë kodë gjatë aty. Pa, shka ko bo dhoma e takimit që e kishin gjyros, dhe kishin bo me dritare. Kja ishte e meta, pra dhe më thanë që e kundërshtun, dhe që e lanë se janë një pjesë e madhe që edhe nuk dojnë që të bëhet që të ketë një holokaust shqiptar. Pra dhe më thanë kanë kënë shumë dhe politikanë që se kanë dashtë. Po me nërhyrjen e nërkombëtarëve, masa da tuja, kryesisht gjermane, dhe shpresoj që edhe kja të realizohet që të bëhet burgu që ta vizitojnë, se ne jena drejt mëlljes, pra dhe më thanë aty këna kënë 1392 vetë, pra gati 1400 vetë, të shinë tonë Shqipnin, a këna metë, a s'kena metë 220 vetë që janë gjallë. Aja mosha për punën e vetë, jeta për punën e vetë. Për të përndjekurit politik, kthimi i Spaçit në muze nuk është thjesht një projekt për ruajtje një objekti historik, por një detyrim ndaj kujtesës dhe brezave që nuk e kanë përjetuar atë periudhë. Ata kërkojnë që historia të tregohet aty ku ka ndodhur, në mjediset e Ishburgut, duke dhënë kështu Spaçit rolin e një vendi dëshmie dhe kujtese për krimet dhe vuajtjet e diktaturës. Ruajtja e këtij vendi shihet si një mënyrë për të mos lejuar që koha dhe harresa të fshin gjurmët e një prej kapitujve më të errët të historisë shqiptare.